Pas rreshjeve që përfshin vendin, situatë më kritike paraqitet në Forin, ka njoftuar në mëngjes qendra për menaxhim me kriza. Janë përmbytur sipërfaqe bujqësore në fshatrat Çajl, Turçan, Vrapçisht dhe Bellovisht. Në rajonin e Pollogut në Gostivar, ekipet e zjarfikësve kanë intervenuar gjatë gjithë natës për shkak të shirave të rrëmbyeshëm dhe përmbytjeve. Në pjesën jugperëndimore në Kërçov është regjistruar përmbytje e madhe e shtëpive në rrugën e Prilepit, ku sipas njoftimeve janë evakuuar 220 persona që janë akomoduar në sallë sportive. Janë përmbytur edhe objekte në Spitalin e Kërçovës, kurse ekipet të Kryqit të Kuq kanë dorëzuar ushqim dhe ujë për personat e rrezikuar, kurse në terren aktivisht punojnë ekipe nga policia, ndërmarrja publike dhe shërbimet e zjarfikësve. Në rajonin e Shkupit në komunën e Sarajit, sipas QMK-s, situata është e qetë dhe po ndiqet. Nga komuna e Sarajit thonë se banorët e prekur nga vërshimet mund të dorëzojnë flet paraqitje për vlerësim të dëmeve në banesa, objekte ndihmëse dhe pasuri të tjera. Afati është nga 16 deri më 23 shkurt, ndërsa komisioni i komunës do të verifikojë dëmet dhe ndihmoj banorët me dokumentacionin e nevojshëm. Sipas drejtorisë për punë hidrometeorologjike, gjatë 24 orëve të fundit, deri në ora 7 të mëngjesit, më së shumti rreshje janë shënuar në Gjevgjeli me 23 litra në metër katror, me Kodrën e Diellit 20 litra në metër katror, kurse në Tetov 7. QMK njofton se ende është e lartë rrjedha e lumit Vardar në pjesën e sipërme dhe ekziston rreziku për dalje nga shtrati. Rrjedha e lumit Treska po ulet, kurse ende ekziston rreziku i daljes nga shtrati në disa pjesë. Autoritetet bëjnë thirrje për kujdes gjatë lëvizjeve në afërsi të lumenjve.